Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Pse Briki nuk ishte në fest, Mateo zbulon arsyen. Mbrëmja e djeshme ka qenë festive për familjen e Mateos, pasi motra e tij Casey ka festuar ditëlindjen. Megjithatë, sytë e ndjekësve kërkuan me ngulm një personazh shumë të dashur, Brikenën. Mungesa e saj në festën e kunatës ngriti menjëherë pikpyetje në rrjetet sociale, por Mateo nuk ka vonuar të sqarojë gjithçka. Përmes një mesazhi në kanalin e tij të rrjeteve sociale, Mateo ka treguar se arsyeja e mungesës kishte të bënte me një impenim të pashmangshëm të Brikenës. Fatkeqësisht, Briki nuk ka pas mundësinë të vite ditëlindja e Caseyt sepse ka pas prerë biletën e avionit shumë më para se të dërgoheshin ftesat dhe ka pas shumë herët në mëngjes nisjen. Miss you my girl, Briki.